njëjtin akses me burrat as në arsim dhe në trajnimet për vende pune. Kjo çon analfabetisëm dhe punë të pakualifikuar të paguar keq. Që nuk arsimor, normalisht nuk do kenë një punë të mirë, dhe normalisht ta. Shkoj ku flasi për shembull, nuk do të thotë që nuk ka asnjë unik, as ti, as unë si të sigurt. Kështu që nuk kem se thua që nuk ndodh asnjëherë. Tipo, Nëse do kemi këtë situatë, po dy janë në çdo anë të barabartë, unë personalisht po janë një femër, jo sepse jam me të femër, po sepse i dishur që aftësi një femër janë shumë herë më të larta se të një mashkull. Ajo më Atëherë, për mendimin tim në këtë post, është më mirë një mashkull sepse janë më strikt edhe lakmia e tyre shkon shumë larg. Fillim në të vijat që të dy në prapë. Në shumë raste në këto është një tip testi për të parë nëse kush nga të dy është më i mirë, ai që do dilte më mirë atë do zgjidhja. Nuk ka rëndësi nëse është femër apo mashkull. është test.